një projekt i përbashkët arkeologjik shqiptar-amerikan, ka gjetur amfora që janë të paktën 2500 vjeçare në detin jon pranë brigjeve shqiptare, të cilat mund të jenë aty si pasojë e një anije të mbytur në lashtësi. Anija kërkimore Herkules e Fondacionit Naturikal RPM tha të premten se kishte gjetur 22 amfora, shtama me 2 vegje dhe me një qafë të ngushtë që përdoret për verë apo vaj. Amforat janë pikasur rreth 40-60 metra në thellësi të shpërndara rreth shtratit të detit pranë një bregu shkëmbore në Karaburun. Arkeologu tha se amforat e llojit Korintas datojnë në shekullin 75 para erës sonë. Arkeologu shqiptar Neritan Ceka tha se amforat e ngjashme të verës me origjinën e korinthiane dhe Kerkira janë gjetur në Durrës dhe Apoloni dhe në zonat e tjera në brendësi të Shqipërisë, gjë që tregon tregtinë intensive gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 7 përgjatë Bregdetit shqiptar. Që nga viti 2004 janë zhvilluar kërkime në det në Shqipëri për anijet e vjetra dhe moderne, me plane të vazhdueshme për hapjen e një muzeu në New York në Shqipërinë perëndimore. Kjo sigurisht do të ishte një piknisje e mrekullueshme për një program kombëtar rreth të cilit do të krijonte një muze dhe do të tregonte rolin kryesor të Shqipërisë në antikitet, tha Gould. Ceka tha se autoritetet shqiptare janë duke planifikuar një projekt të ri, 4-5 vjeçar, me këtë institut me bazë në Teksas për të eksploruar mundësitë e gërmimit të anijeve të mbytura, një proces financiarisht i shtrenjtë dhe shkencërisht delikat. Hulumtimi në Shqipëri deri më tani ka zbuluar 28 rënoja si dhe disa grumbuj me amfora dhe gjetje shtesë në jug të Sarandës dhe Butrintit deri në Durrës dhe planifikohen të shkojë në veri të Durrësit më pas. Prania e këtij instituti në 12 vitet e fundit ka qenë një hap i madh për shkencën shqiptare të arkeologjisë në New York, sipas Aulon Tares, kreu i UNESCO-s për Komitetin Shkencor dhe Teknik për trashëgiminë botërore Underwater. Nëse konfirmohet kjo anije është 2500 vjeçare, flet për themelimin e 2 qyteteve kryesore në Bregdetin shqiptar, Durrësin modern dhe Apolonin, 2 portet e rrugës Egnatia, rruga e lashtë drejt tregtisë lindore thatare. Ne kemi zbuluar jo vetëm anije të lashta, por edhe një numër të mirë të anijeve të mbytura të luftës së dytë botërore, që e dritë mbi një kapitull të panjohur të historisë sonë thatare. Shqipëria po përpiqet të mbrojë dhe të përfitojë nga trashëgimia e saj e pasur në New York me fonde të pakta për ruajtjen e saj nga qeveria, një nga vendet më të varfra të Europës.